për t'i shkuar pas atij dhe që nuk ju bëri as rrugën deri në Valbon, por ju la peshqesh 12 hidrocentrale. Dhe ishte kjo parti që i dha jetë qeverisë vetë, e cila nuk ishte shti bënde 1-2 hidrocentraleve që kishin filluar punën, po i anulloi të gjitha tjerat. Dhe këta ambientalistët, pseudot, bashkë me të gjithë këta llapaqorrat, ja hodhën në kurriz edhe ato Partisë Socialiste. Po si mund të bëjë Shqipëria? Dhe si mund të zgjidhet Shqipëria, vendi që drejton organizatën më prestigjioze, ku janë 45 vende europiane, që quhet Forest Europe, pyet Europës. Si mund të bëjë Shqipëria? Në qoftë se Shqipëria do ishte vendi ku pyet shkatrohen, në qoftë se Shqipëria do ishte vendi ku në përpyje bëjnë kërtin gjuetarët e shpendve dhe të kafshve, në qoftë se Shqipëria do ishte vendi ku lumejt kthehen në shtretër të tharë nga hidrocentralet, si do merrin Shqipërinë ta vendosin në krye të asaj organizate, dhe kush ja dha stafetën Shqipërisë? Suedia. Dhe kush e mbështeti Shqipërinë për të bërë drejtuese asaj organizate? Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar. Si do ndodhin këto? Unë nuk po them që ne s'kemi probleme, se ne do kemi probleme. Do kemi gjithmonë probleme. Për sa kohë ne do kemi njerëz që në emër të mjedisit, në emër të mbrojtjes së shpendëve, në emër të mbrojtjes së habitatit, të biodiversitetit, shkojnë në Zvërnec dhe i parkojnë të gjitha makinat mu në rër dhe protestojnë për flamingot. Ne do kemi probleme, patjetër. Për sa kohë do kemi njerëz që nga një anë shfaqen për Instagrame me lloj-lloj kremrash, se parfumet nuk ja u ndjen erën kur i dalin në Instagram, me lloj-lloj kremrash, me lloj-lloj rrobash, në lloj-lloj sfondesh. Jam në Toskana, ju përshëndes nga Parisi. O, sa e bukur Vjena, edhe mbrapa Mozarti që këndon edhe të larta, dhe këtu në Shqipëri e pin atë pijen që kanë marrë për t'i bërë reklam, edhe pastaj e hedhin. Si mos kemi probleme ne? E mëse Shqipëri e sapi, duam flamingot. Do flamingot? Po je sigur që të duam flamingot ty? S'kan goj. Kam goj unë. Edhe për ata. Kjo është kur thoshte miku im, Indjej Buerlako, të kesh 2 byth, njëta mbashe, njëta qash. Kështu është. Tani kam një gjë, se pata një telefon nga një djalë, atje në protest. Me këj kishe, tha, të punë e patriotëve, tha, se edhe unë jam patriot. Qa e patriotës? Jo, tha, se the diçka, tha, që ata patriotët e Instagramit, ata patriotët e influencimit, ata patriotët e Facebookut, ta marrin udhëheqjen e kësaj lëvizje dhe pastaj t'i shohi populli kush janë, qa kanë, si e kanë, për fakt s'ishte për të. Po i thash gjë, ti e patriot? Po, tha, unë jam patriot. Po qofse e patriot, i thash, pse merr pjesë në një mashtrim publik? Për çfarë merr pjesë aty? Si tha marr pjesë në mashtrim? Po pse i jep fytyrën tënde, i jep zërin tënd, i jep patriotizmin tënd, i jep pasionin tënd atë dhe dashës një mashtrimi? Jo tha, si,
Po si thash, ti je patriot dhe pranon që të kërkohet vdekja ime? Vdekja ime tradhtar? Edhe pranon që të flitet për lloj-lloj gjërash duke u nisur nga një gënjeshtër? Pse nuk thua ti si patriot, dëgjoni këtu djema. Unë jam këtu sepse unë e dua Shqipërinë, dhe ai e do Shqipërinë. Unë jam këtu sepse unë nuk pranoj që të shitet Sazani. Nuk e pranoj. Po se pranoj as unë njerë, po nuk e pranoj. Unë jam këtu se unë nuk e pranoj që Zvërneci të betonizohet. Kështu që unë dua që ti bashkë me mua të shkojmë dhe të shikojmë letrat. Të kërkojmë llogari. Jemi patriot. Po ti i thash nuk mundet do të jesh patriot që ju fshet vërtetën atyre që të rrethojnë. Se atëherë nuk i bie ti jesh patriot, i bie ti jesh manipulator, i bie ti jesh skuth, i bie ti jesh dikush që nuk ka lidhje fare me atë që njerëzit. Unë nuk kam lidhje me ato që thonë ata të tjerët. Unë kam shqetësimet e mia, unë kam botë kuptim, por në rregull fare, s'kam unë asnjë problem me këto i thash. Të gjitha këto janë shumë në rregull. Por pse ti si patriot, dhe çfarë është ky patriotizëm për ta vendosur Shqipërinë në një sherr që nuk është fare sherrion. Nuk është sherrion. Kuptoni ju, unë e ndjek atë senatorin e madh të famshëm, kandidatin për president Bernie Sandersin. Unë nuk e di, a e dinte Bernie Sandersin se ku bie Shqipëria deri para pak ditësh. Po unë di me siguri një gjë që gjithë ajo që Bernie Sandersin shkruajti nuk ka të bëj fare as me Shqipërinë, nuk ka të bëj fare as me Zvërnecin, ka të bëj me luftën që ka atje. Ai është nga ana tjetër, ai tjetër nga ana tjetër, tash ne djema se me ju e kam, se ju keni potencialin që të rrëshqisni duke u bërë patriot, që pastaj t'i ikni të vërtetës, dhe këtë s'du ta bëni kurrë. Nëse ka një gjë patriotike në radh parë, është e vërteta. Dhe nëse ka një aktivitet patriotik të vërtet, është që kur flet për vendin tënd, kur i del për zot vendit tënd, kur përpiqesh thuash sa i mirë je ti për vendin tënd, ta bësh këtë gjithmonë duke pasur parasysh që dinjiteti i vendit tënd të mos cënohet. Jo duke gënjur, jo duke fshehur problemet që ka vendi yt, por duke mos thënë gjërat pa vërteta. Për hir të lajkeve, siç i thon lajkeve, followersa. Se ishte edhe një rast tjetër që njërin, se atë e kemi, e njohin këta, e kemi atje në Partinë Socialiste, i kishte ikur e dashur, i kishte ikur në protest. I thoshte, ç'a bën ti atje më? Ore, po ç'pun ke ti atje më? Po do atje do t'i marr like-et, ku t'i marr? Duke ndëjur me ty? Ti si është me sy? Ore, po s'më shkruaj ç'a like-esh do marr, po hajde se ore janë budalli, a ç'më duhet mu? Ç'më duhet mu? Se mos e kupton njeri like-un, a është i budallajt, a është i zgjuarit. Like-u është like. More, like-un është like. Por patriotizmi nuk ka lidhje me këtë. Drejtimi i një vendi nuk ka lidhje me këtë. Partia Socialiste s'duhet t'ia kujtoj të gjithëve. Partia Socialiste është zgjedhur për të udhëhequr, jo për të shkuar nga mbrapa të tjerëve. Dhe deri në 12 qershor, që kemi festën e madhe që unë besoj do vini edhe ju në Tiranë, është mirë që të mbyllet kjo bised dhe të ndahet ambientalizmi nga lapaqorrizmi dhe nga qorolapizmi. Duhet të ndahet. Kush e do bulevardin për ta qorolapuar, të shkoj ta qorolapoj. Kush është në bulevard akoma, apo kush simpatizon me bulevardin për Sazanin,
A do shitet, a s'do shitet, a shitur, a së shitur. Për Zvërneci. A do bedonohet, a s'do bedonohet, a do ndërtohet, si do ndërtohet, a do mbrohet, a s'do mbrohet. Për zhvillimin e Shqipërisë dhe për mënyrën se si ne do të ndërtojmë në ato pika ku janë të ndjeshme. E pat ju që kishte dalë njëri atje nga këta të qorrollapuarit dhe thoshte kujdes, edhe ai ishte komplet UFO. UFO. Kujdes, nuk është ke Zvërneci puna, Zvërneci është loja, puna është ndarzez, o burrat gjithë ndarzez. Çfarë të bëjnë ndarzezaj? Çfarë të bëjnë ndarzezaj? Po pse fieri, do më thënë sipas këtyre, shiko, sipas këtyre dhe atyre që i mbështesin andej, se entuziazmohen, Shqipëria duhet të jetë një lloj rezervati. Dakord? Se Vjosa e thonë, ne jemi shumë krenar që e mbrojtë Vjosën. Po këta që na thonë, lumi i fundit i egër, po lumenjt e tjerë, pse i zbutët ju? Po i zbutën ata. Pa tjetër. I zbutën se lumi i egër ka probleme. Lumi i egër nuk të lë të ndërtosh si të duash e ku të duash. Tani këta duan që fieri mos ketë kur dalin det. Fieri mos ta ketë kur në Bregdet, si që kanë të gjitha ato vende që kanë këtë thesar, një destinacion turistik ku të vi tër bota të vi. Pa tjetër. Tër bota të vi. Jo, ta duan edhe më e bukura, shiko, se ka dhe i gjithë bukur shumë. Dëgjoj, ka i gjithë bukur shumë. Këta vajtën atje, dëgjoj, vutre një gjë, se shumë interesante. Se po harroja. Vajtën me makina, u futën atje në Zvërnec dhe shkuan aty ku është projekti. Edhe shkuan atje solidaritet në Flamengut. Aty s'kishte as i Flamengo. Po t'isha i keq me ta, do thosha i trëmbët me makina, se menduan që filloi ndërtimi i parkimit. Por jo, atje s'ka Flamengo. Flamengot janë më në veri. Janë pikërisht aty në nart pranë deltës. Nuk janë atje në fund fare. Këta s'dina s'ku janë Flamengo, e kupton? Dhe këta duan që Austria dhe Zvicra dhe gjitha vendet që i kanë ato bukuri në male të vazhdojnë të bëjnë, të presin lek me turizmin malor. Këtu jo, këtu nuk duhet të ndërtohet. Këtu në përmale në asnjë mënyrë, malet oligarkët, po mirë, në qoftë se të huajt zvin. Atëre oligarkët nuk u dashkan, kush do t'i bëj këtu zhvillimet? Dhe si do rriten të ardhurat këtu, se këtë duat diun, si do rriten këtu të ardhurat? Do rriten me ata që shkojnë me buk me vete, vetëm, dhe që pastaj i hedhin gjitha aty, që ai pylli sodës e di çka hequr. Dhe ka një pyetje shumë thjesht, pse proteston Tirana dhe nuk proteston Vlora? Se në fundit, Zvërneci është i Vlorës. Po që se po bëhet atje një masakër, duhet dilte Vlora. Pse s'del Vlora? Pse s'del Vlora? Dhe kur them duhet dilte Vlora, nuk e kam për ballistat e mbetur në Vlorë. Se edhe një ballist që kishin që lidh 7 fjalë bashkë e sollën në Parlament Tiranë, që punon me call centera për të marrë like. Dhe që ata që kanë për call centera i shtyn vetëm për të sulmuar edhe për të mbytur me helm faqet e kundërshtarëve. Puna ti, le ta bëj, nuk ka problem. Po e kanë fjalën Vlora,
Vlora, tani më falni, po kryeqyteti socialistëve është Fieri, kurse kryeqyteti i pavarësisë është Vlora. Dhe jemi dakord në këtë. Unë e di tani që juve keni pak të vështirë këtë, po kësaj s'keni që bëni. Po do ta ngresh uraganin e Partisë Socialiste, shkon Fier. Po do të ngulësh këmbë që Shqipëria nuk shitet, bëhet në Vlorë. Vlora, vlonjatët nuk janë shumë, nuk i bien shumë gjatë, se po t'i binin gjatë nuk do nxirnin herojnë dhe dëshmorë, do nxirnin bloger. Po me sa di unë nuk ka bloger nga Vlora. Me sa di unë. Edhe në qoftë se është ndonjë nga Vlora, atëherë i bie që s'është nga Vlora. Vlonjatët do e kishin kapur, dhe u kishte thënë instikti politik që o shiko. Vlonjatët, Vlora, Fieri, të gjitha ata që jetojnë këtu në Shqipëri, që i kanë thënë punës mirëmëngjes, që luftojnë për ditë për të bërë më shumë përmes turizmit, përmes shërbimeve, jo që nuk diskutohet që duan ato investim, po duan edhe të tjerë, dhe unë po ju them kaq, edhe të tjerë investime aq të mëdhenj do t'i sjellim Shqipërisë. Dhe po ju them kaq, shumë shpejt do shikoni, dhe jam shumë kurios se çfarë do thonë për atë. Do shikoni dhe jam shumë kurios çfarë do thonë. Do t'i sjellim një investim po aq të madh, mbas edhe më të madh në shumë, diku midis Kavajës dhe Durrësit. Dhe do shikojmë çfarë do thonë për atë. Po pse më? Pse çka kanë të tjerët? Çka kanë të tjerët më? Pse shqiptarët duhet të shohin me zili Greqin, Costa Navarino? Tjetra. Duhet të shohin me zili Kroacin, duhet të shohin me zili Malin e Zi. Mali Zi që është Safieri. Safieri është Mali Zi. Safieri është. Në Mal Zi pagat ku e ku. Pensionet ku e ku. Jeta ku e ku. Biznesi ku e ku. Dhe ne do rim, edhe do dëgjojmë, edhe do pranojmë, edhe do t'i përulemi qorra llapajve, llapa qorrave, se ata e duan Shqipërinë për vete. Po kush janë këta njerë që thonë, kush janë këta që thonë Shqipëria është e jona, dëgjo popullin dhe i kush janë këta? Kush janë këta se populli flet kur i vjen dita të flasi. Dhe e ka zgjidhur ky sistem. Populli flet kur i vjen dita, pse nuk thon kot, atë ditë heshtje zgjedhore, të gjithë ata që kanë bërë rroganisin e kokës popullit 4 vjet, qepin gojën, shkon populli dhe voton. Tani, si është kjo që mblidhemi ne, po këtu, ne jemi më shumë se atje. Tash i mblidhemi ne këtu dhe qa? Çfarë? Nesër, qarë, si është kjo? Se del dhe Fevziu, se nuk të las Fevziu, se Fevziu është midis të dyjave. Fevziu do të pushoj në palas, pa tjetër, atje, shumë mirë, që mos më keq kuptoni, nuk jam unë kundër, pushon atje, do që të ketë zhvillim, po do që dhe protestusit të dëgjohen, po do dhe që blogerët të respektohen, po do dhe që influence e ret të dashurohen, dhe pastaj thot, zgjedhjen të punë. Pse? Se Fevziu nuk do të marrë anën dhe të thot që unë jam pro zhvillimit, por shikoti Rame se transparenca, o do vdes për transparencën, se nuk e di do më thënë qatë them. Por në fund, dua ta mbyll, kam marrë me vete një dy, jo medalje,
Po ka marrë me vete, sot flisja me ca gazetarë, kishin ardhur nga Europa. Edhe ata të utuar, se u çmend bota. Rinë të tërë atje me atë gishtin gju, edhe aty dalin, pum, 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 pum. U prish dynjaja. Pum, 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 oh. Edhe pastaj janë dhe ata që janë ca në protestë, për shumë ata s'flasin fare, ata vën kamerën kështu. Edhe këte i tak, del njëri ande. Pastaj vë kamerën, hop. Edhe i vënde i muzik, rotullohet dhe imazhi, 200.000 like. Edhe mendja pastaj mbushet me budallëqe dhe ti s'kupton më ç'a është realiteti, ç'a është gënjeshtra. Dhe ndërkohë i thash këtyre të mive, me siguri thash këta tash ti janë në punë, ndërkohë që unë do flas, mi nxirrni ç'a thon që t'ja u them në distancë, se aty nuk ka është puna, thot ky, te ambienti. Janë krejt, rroga, pensione, spital, sigurime, rritja çmimeve, nafta, çdo gjë. Ik, thot ky. Dakord, patjetër. Janë. Këtë se mohon njeri që rrogat duhet jenë dhe më të larta. E kemi nisur me 320 euro. 320 euro pagën mesatare në Shqipëri, sot e kemi 912 euro. E kemi nisur me dikute 360 pagën mesatare në sektori publik, sot e kemi 1080 euro. Është mjaft, jo më nuk është mjaft. Patjetër nuk është mjaft, duhet rritur. Patjetër pensionet, megjithëse kemi bërë për pensionet skemën dhe dihet që do rriten. Patjetër më spitalet, po, patjetër. Sigurisht edhe të gjitha tjera. Po si do rriten është pyetja? Në qoftë se ti thua nuk i du të hujt,